Janë paktën mbi 10 banorë, të cilët e kanë të ndaluar me vendim të gjykatës të mos i afrohen kantierit të ndërtimin e zonës, kryesisht të rinj të zonës, të cilët janë përfshirë pra në ato përplasje të ashpra fizike me punonjësit e firmës së sigurisë në zonë, dhe që para kësaj dite janë shoqëruar në Komisionin e Policisë së Shkodrës, kanë dalë para gjykatës dhe janë njohur pra me vendimin për të proceduar në gjendje të lirë, por për të mos u lejuar që t'i afrohen tokave që ato pretendojnë se janë të tyre. Dhe kjo, siç e thash, ka sjellë disi atë numrin më të ulët të banorëve në protesta, por pavarësisht kësaj, edhe pse ndoshta në numër më të vogël, nuk i kanë dalur banorët që dalin pothuajse çdo ditë në zonën e Bakës së Rriollët për të protestuar për tokat. Kujtojmë, jemi prej mbi 40 ditësh në protesta banorët e Bakës së Rriollët, duke se nuk do të ndalen deri në shpalljen e një vendimi që të njohë të paktën njërin e palë, dhe për këtë banorët paralajmërojnë që t'jepet një vendim sa më i shpejt që të mos ketë një përkeqësim të situatës në këtë zonë. E qartë, mirë Denizon, falenderoj për informacionet që na përcolle. Faleminderit ju. Shumë këto moment e përndjekim edhe fjalën e disa banorëve të Bakës së Rriollët, të cilët edhe ditën e sotme kanë dalë në protestë për të kundërshtuar vendimin për ndërtimin e një resorti turistik në pronat e tyre, ku ditën e sotme ka patur edhe një përplasje mes policisë dhe banorëve të kësaj zone. Keni edhe përplasje përse përket uniformat blu? Përplasjet me uniformat blu ishin sot shumë agresive, uniformat janë tregu shumë pa drejta, i kanë kap dilmoqa që na kanë ardhur në shtetin nga Durrësi, i kanë futur fugon dhe i kanë dhunu. Për këtë do përgjigjet policia e shtetit, sepse nuk ka asnjë të drejtë të dhunojë protestuesit. I ka kap, i ka hedh në fugon, nuk i ka fut si njerëz normal, i ka hedh çunat në fugon, si me qenë ne në fshat kur marrim një dërkuc e hedhim ashtu. Ashtu i ka hedhur policia e shtetit. Tani, ne do vazhdojmë protestën deri në fund. Kjo tokë do kthehet rriollorëve dhe kjo nuk është e diskutueshme fare. Asnjë nga personat që mendon që këtë tokë mund t'ja marrin rriollorëve, mos flani qetë se nuk ka për ta gëzuar tokën tonë. Ne nuk do lejojmë. Shpresojmë shumë që SPAK-u ta marrin vërtet në dorë këtë herë çështjen. Shpresojmë shumë që Prokuroria e Shkodrës mos flej gjumë mbi dosjen tonë, vetë na japi drejtësinë. Vetëm kaq kërkojmë nga institucionet, të japin drejtësi, nuk është favor, nuk është asnjë gjë tjetër përveç se drejtësi. Falsifikimet i kanë në zyrë gjitha gjanat. Ne jena tu mbrojt pronën tonë, jena tu keq trajtuar pronën tonë, dhe kjo nuk është as pak e drejtë. Policia e shtetit, shteti shqiptar duhet t'u dalin në zot qytetarëve të vetë që janë në drejtën e Zotit. Jo të marrin në mbrojtje kriminalat. Kjo është një thirrje shumë e madhe që kanë për Prokurorinë e Shkodrës. Heto dosjen sa 1 minutë më parë. Mos lejo që të përkeqësojnë gjanat në këtë vend. Situata është e caru, ne jena caru, jena sulmu nga policia, jena sulmu nga njerëzit e Fatmir Shpezës, dhe normalisht edhe na kena një pikë kusose durimi. Dhe Prokuroria e Shkodrës do jetë institucioni